Vlorë, Shkodër, gjithë në Prishtinë, Prizren, gjithë shqiptarët e një vetën mirë dhe shkojnë duke menduar që po shkojnë në vendin e tyre. Komandant, a është kjo Kosova dhe Shqipëria që duan sot? A është kjo për atë çfarë ju keni luftuar gjatë që kjo është Kosova dhe Shqipëria që e kemi dashur dje, e duam edhe sot, e dojmë më mirë nesër. Ne çdo herë, çdo ditë mendojmë që vendin tonë do ta ngrejmë më lart. Unë jam i sigurt që kombeve më të qytetënuara në botë, më të mira në botë, sot po ju afrohet dhe shpejt do të jemi familjen e madhe evropiane ku do të jemi bashkë me kombet e qytetënuara. E di që kemi disa ka diçka që nuk ka shkuar gjatë kësaj kohe. Kemi disa telashe që po lvizim ngadalë. Mund bëshën më mirë? Ka pengesa, ju duhet me ditë. Deri para 25 viteve, s'ka qenë ushtrisht në dorë të Kosovës, ne kemi qenë në regionin ku gjithë regioni ka po pjesën në ndikimin e bllokut keq ose serb. Me ardhin e ushtrisht në dorë të Kosovës dhe ardhës të Shtetit Bashkuar të Amerikës, NATO-s në Ballkan, jo vetëm Kosovë, po në Ballkan, atëherë ka ndrua dhe regioni jonë, vendet shqiptare në Ballkan, po gjithë Ballkani është shumë afër me bllokun e Së-Mirës, bllokun e NATO-s, krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse me bllokun e së keqes. Po afrohen mundësi më të mira për ditë për ne. Është përmendur shpesh herë ideja e bashkimit kombëtar. Madje ka qenë premtim në fushata elektorale të partive të ndryshme politike, është diskutuar shumë nëpër studio televizive, njohës të çështjeve politike, diplomatë shumë kanë diskutuar pikërisht për idenë e këtij bashkimi kombëtar. Në perceptimin tuaj, do të ndodhë ndonjëherë, meqense afër edhe nuk mund të themi, marrë parasysh situatën nëpër të cilën ndodhen aktualisht vendet? Kombi jonë është komb në zhvillim. Se cilën ditë, po ndodhë pak e nga pak. Gjithherë diçka ka rësi në zhvillimet tona. Unë e di që ka pas momente të kaluame shumë të këqija që edhe nuk ka lejuar qasjen mes vetit, flasim, të kemi lidhje, të kemi komunikim. Ka edhe sot ndoshta disa përpjekje të segmenteve të caktuara që nuk kanë qef të ndërtojnë në akademitë përbashkët, në abetarit përbashkët, në kulturë përbashkët, e shtjen disa segmente që ata aty në konvenojnë për të larguar regionin nga regionin shqiptar për regionin shqiptar, mirë po nuk kanë sukses. Dëshira, edhe na po flasim për diçka krejt natyrale, ne do të jemi afër shëshojt. Nuk ka bashkim në kuptimin klasik, siç është menduar në vitet e 70-ta, vitet e 50-ta. Jo, në fakt është menduar edhe këto vitet e fundit ku po jetojmë ne ka qenë premtim elektoral i partive politike që ne do të bëjmë bashkimin kombëtar me vendet. Gjë që më pas edhe ka pas shumë zëra në rast se do duaj ose nuk do duaj ndoshta një. Ai është keq përdorim flagrant mjeteve që janë në zhvillim politik. Unë po flas për zhvillim normal në kombi shqiptar, unë ndjej që jemi bashkë, por bashkimi klasik që është menduar në vitet e 70-ta edhe 50-ta më herët, ai tani më nuk ka shkërkon në botë, tani janë koncepte që janë duke u zhvilluar, duke u avancuar. Unë ndihem mirë që gjithkohë në vendet shqiptare mundemi me familjet tona të qëndrojmë mirë, të flasim gjuhën tonë mirë dhe punojmë me cilën do komunë në region, ne mund të bashkëpunojmë dhe nuk na ndal kush. Kjo është e rëndësishme, këto vija pozitive do të trashen në të ardhmen, me përmirësimin e politika, përmirësohet edhe zhvillimi i kulturë, në arsim